محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, në 2 gjumate kaluara kemi prezantuar në pika të shkurtra ofertën e Islamit për besimin dhe adhurimin ndaj Allahut të mënduar. Dhe qëllimi i këtij prezantimi ka qenë që spaku përmes disa pikave të shfaqim bukurinë e kësaj feje, ta përjetojmë nga thellësia e shpirtit privilegjin dhe nderin që Zoti na e dha duke na bërë pjesëtar të kësaj feje. E që padyshim se sa më tepër njohim aspekte të bukurisë së kësaj feje, sa më thellë zhytemi në detin e kësaj feje duke nxjerrë margaritar të ndryshëm, padyshim se do ta përjetojmë më me kënaqësi çdo praktik, madje çdo besim dhe bindje që na vjen nga kjo fe. Ne si besimtar kemi nevojë ta njohim sa më tepër fen tonë, jo vetëm për ta praktikuar, por që edhe para kësaj të ndihemi krenar me këtë që Zoti na nderoi dhe të jemi me të vërtet shembull i duhur i kësaj feje, që sikur ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në qoftë se do dëshirojmë që të vazhdojmë më tutje dhe të prezantojmë hutbe pas hutbe bukuritë e kësaj feje, ofertat dhe njerëzimit, padyshim se do të na merr një kohë të gjatë. Por unë dua sot që të përkufizohem në një temë gjithashtu që ka të bëjë me bukurinë e Islamit, mirësinë e kësaj feje, dhuntin e Zotit xhallahu ala dhe njerëzimit me dërgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me zbritjen e Kur'anit. Njeriu të nderuar vëllezër ndërtohet nga e brendshmja e tij që janë bindjet, besimi, dhe gjithashtu lëviz në përputhje me këtë besim praktikisht, e që është pjesa e adhurimit ndaj Zotit xhallahu ala. Dhe gjithashtu njeriu formohet në kuadër të vlerave të moralit, të edukatës dhe mirësjelljes. E kur bie fjala për edukatën, kur bie fjala për moralin dhe mirësjelljen, padyshim se edhe në këtë rast Islami me të vërtet dëshmon një përsosmëri dhe dëshmon një prezantim mahnetës të vlerave që njeriu nëse i përqafon, me të vërtet do të ndryshon për të mirë jeta e tij në fytyrën e kësaj toke dhe gjithashtu do të jetë ndryshe nesër dalja para Allahut të mënduar. A thua vallë, çka dallon koncepti islam mbi moralin, vlerat e moralit në islam nga çdo koncept tjetër? Mbi cilën bazë ne muslimanët e ndërtojmë moralin ton? Çfarë na bën neve të moralshëm të sjellshëm? Padyshim se ka shumë ato që mund të përmenden, më lejoni të përmend disa prej tyre. Të nderuar vëllezër, të gjitha mësimet, të gjitha udhëzimet që kanë të bëjnë me moralin, që kanë të bëjnë me mirësjelljen në Islam, të gjitha këto janë nga Zoti xhallahu ala. E çka nënkupton që janë nga Zoti? Nënkupton shumë gjëra. E para për tyre është se të gjitha ato vlera morale, të gjitha ato udhëzime për edukatë dhe mirësjellje që Zoti xhallahu ala na i prezantoi, të gjitha janë në përputhje me natyrshmërinë njerëzore dhe i përmbushin nevojat e tij. Nga se Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Ela ya'lamu man khalaq", a thua vallë nuk din ai që ju krijoi,
ai din më së miri se çfarë u përshtatet juve, ai e din më së miri se çka ju duhet juve, ai e din më së miri se çfarë urrin bukur juve, ai e din më së miri se çfarë ju stolis juve. Prandaj ka burim hynor koncepti islam mbi vlerat morale, mbi mirësinë dhe edukatën, ka burim hynor dhe si i tillë është në përputhje të plotë në përshtatshmëri me natyrën njerëzore dhe nevojat e tij. Kjo është e para. E dyta, të nderuar, kur themi se ka burim hynor është nga Zoti xhallahu ala, çka nuk kupton kjo? Çfarë mësimi marrim na nga kjo? Marrim se besimtari formimin e tij moral, edukatën e tij nuk e ka të dirigjuar nga rrethanat e jashtme, nuk e ka të dirigjuar nga mënyra se si dikush atë e trajton. Përkundër kësaj, besimtari formohet mbi mësimet e Allahu xhallahu ala, pavarësisht si e trajtojnë të tjerët. Prandaj në Islam është e ndaluar rreptësisht që ai që të ka gënjur me e gënjy. E ndaluar është që ai që të ka mashtruar me e mashtru. E ndaluar që ai që të ka tradhuar me e tradhu e kështu me radhë. Prandaj e jona është që ne të bëjmë mirë, ndërsa të tjerët le të sillen si ata e dinë se është më së miri në bazë të mësimeve që kanë besuar. Për këtë arsye të nderuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për gjatë tërë jetës së tij, shikoni, asnjëherë nuk e bëri asnjë veprim në raport me të tjerët ashtu sikur që ata e kishin raportin me të. Përkundrazi, ata e dhunanin dhe i bënin pa drejt ndërsa i falte. Ata e pengonin ndërsa ai u jepte. Ata shpifnin për ta ndërsa ai fliste mirë për ta. Ata ishin të padrejt ndaj tij ndërsa ai ishte i drejtë. Për çfarë arsye? Nga se morali në Islam të ndërlozur nuk formohet sipas tekeve të njerëzve, nuk formohet sipas raporteve me të tjerët, por formohet sipas mësimeve të Allahu xhallahu ala. Dhe kjo është e veçanta e mësimeve islam mbi moralin. Ne jemi të moralshëm, ne jemi të mëshirshëm, ne jemi të drejtë, ne falim e kështu me radhë, pavarësisht situatave dhe rrethanave. E dyta që e bën interesant të ndërlozë këtë temë dhe gjithashtu në mëson një mësim të madh kur bie fjala për vlerat e moralit në Islam është se mësimet e Islamit mbi moralin, udhëzimet e Islamit mbi mirësinë dhe edukatën të ndërlozë kanë karakter gjithëpërfshirës. Çka nuk kupton kjo? Nuk kupton se Islami nuk pranon që një njeri të jetë bujar dhe në këtë aspekt ta ketë të theksuar këtë vlerë të moralit të bujarisë, ndërsa në anën tjetër të jetë gënjeshtar. Kjo s'pranohet. Nuk ka formim selektiv. Duhet më u formu komplet. Andaj Islami kur e prezanton dhe u afron njerëzimit konceptin e tij mbi moralin është gjithëpërfshirës. Të gjitha ato vlera morale që i duhen njeriu vijnë në një pako. Dhe të gjitha ato vesa që duhen të flaken vijnë në një pako, pa çështje selektive. Për këtë arsye, shikoni pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe shikoni pasuesit e tij, sikur që kam përmendur edhe në hutbet e kaluara, shembujt e dietarëve. Dietarët tanë, ata që ishin shembull për neve pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk ishin të theksuar vetëm në dije, sikur se ndodh zakonisht, dikush është i theksuar në dije, por fatkeqësisht nuk është i theksuar edhe në moral dhe sjellje. Dikush mund të jetë i ngritur në pozitë caktuar, do të thotë ja ka arrit me një aspekt, mirë po jo edhe korrekt dhe i drejtë në aspekte tjera. Ndërsa neve na ka mësuar dietarët tonë se ata që u theksuan në dije, u theksuan edhe në moral, u theksuan edhe në edukat e kështu me radhë. Prandaj Islami prezanton platformë komplete të formimit të njerëzit në çdo aspekt, edhe në aspektin e moralit, edukatës dhe mirësjelljes. Dhe gjithashtu ajo që bën interesant të ndërrohet këtë është se të gjitha këto mësime dhe udhëzime islame për moralin, të gjitha këto mësime dhe udhëzime të Islamit për mirësinë dhe edukatën, absolutisht nuk kanë mundësi asnjëherë të jenë të përkufizuara në dimenzionin kohor apo vendor. Të i kalojnë këtë dimenzion, janë të përshtatshme, janë efikase, janë dobiprurse për çdo kohë dhe çdo vend. Merrni mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nga njerë thuhet Islami për atë kohë, Islami për këtë kohë. Islami i këtij vendi, Islami i atij vendi. Nuk ka Islam të kohërave dhe të vendeve, është një Islam. Ai që i ka zbrit pejgamberit alayhi salatu wasalam,
është Islami i Kur'anit, i fjalës së Allahut, dhe është Islami i udhëzimeve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe është Islami i interpretimeve të dietarëve tan. Ky është Islami jon. Prandaj merrni një mësim nga udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, një porosit e tij që ka të bëjë me moralin dhe mirësjelljen, dhe shikoj se a thua vallë ke mundësi me engulfat dhe me e fut brenda kornizave kohore dhe vendore, është e pamundshme. Është e pamundshme. Shikoni disa udhëzime që flet për to pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Flet në kohrat e kaluara para 14 shekujve, dhe ti kur i merr ato mësime dhe krahason shoqërinë sot, mund të betohesh lirshëm se i ka thënë dje ose sot apo. Aq janë të fresta, aq janë të përshtatshme, aq janë efikase. Sa që asnjëherë nuk ka mundësi, sikur që e ceka, dimensioni kohore, ai vendor të shpall do të thotë skadencën e këtyre mësimeve. Nuk kanë afat të skadencën e këtyre mësime. Gjithmonë janë valide, gjithmonë janë të përshtatshme, gjithmonë janë të mundshme. Për këtë arsye ne si musliman asnjëherë nuk duhet të ndihemi të kompleksuar apo të ndihemi inferior përballë këtyre vlerave në emër të asaj që është moderne dhe bashkëkohore. Të gjitha mësimet tona janë moderne dhe janë bashkëkohore për çdo kohë dhe për çdo vend. Dhe libri i Allahut është i hapur dhe mësimet e pejgamberit alayhis salam janë të hapura, mund të diskutojmë dhe debatojmë sa dëshirojmë për këtë çështje, por gjithmonë epilogu i këtij diskutimi do të jetë në favor të mësimeve të Allahut dhe në favor të mësimeve të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na mësoft këtë fe si duhet dhe na mësoft që të pajisemi me besim të drejtë, adhurim të shëndosh dhe legjitim, dhe gjithashtu vlera morale të drejta, të sinqerta dhe të mira që me të vërtetë na formojnë si njerëz dhe na bëjnë dobibrorës edhe për vendin ton, edhe për shoqërinë ton, por edhe për njerëzit në përgjithësi. Kërkoni falje nga Allah, nga Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të nderuar vëllezër, në qoftë se dëshirojmë që të vazhdojmë me tutje me prezantimin e pikave që e përbëjnë ofertën islame për moralin, për mirësinë dhe edukatën, pa dyshim se do të jetë e gjatë lista e këtyre pikave. Por dua që ta përfundojmë një prej tyre, e që është shumë e rëndësishme mendoj për kohën tonë e në veçantë për shoqërinë tonë. Nga pikat e rëndësishme që i përbën vetë në vetë oferta e islamit për moralin, ose mund të themi ngjyrimi i konceptit të moralit në islam, është i ndërlidhur të nderuar vëllezër shumë ngushtë me përgjegjësinë dhe llogaridhënien. Besimtari të nderuar vëllezër është i moralshëm, është i sjellshëm, është i edukuar, dhe këtë nuk e ka absolutisht dhe nuk guxon ta ketë asnjëherë si pasojë e shikimeve të njerëzve ose në kërkim të autoritetit. Por këtë e bën si rrjedhojë e natyrshme e bindjes së tij, se Allahu është duke e mbikëqyr, se Allahu është duke e përcjell, dhe nesër në bazë të kësaj përcjellje dhe dijes së Allahut për të, kam i dhënë Allahut llogari. Sa kemi nevojë sot që të jemi llogaridhënës, që ta ndijmë në vetën tonë përgjegjësinë, se në qoftë se i shpëtojmë komisioneve të ndryshme, apo i shpëtojmë ndoshta edhe çfarë do qoftë instrumenti për përcjellje, i shpëtojmë këtë botë kamerave të lloj-llojshme, ta dimë se mbi të gjitha dhe para së gjithash nuk mund të shpëtojmë llogaridhënies para Allahu xhalla xhelaluhu. Sa do të përmirësojë gjendja e udhëheqësisë tonë, sa do të përmirësojë gjendja e popullit tonë, familjeve tona, në përgjithësi gjendja jonë, po që se do ta kishim të instaluar si duhet llogaridhënien para Allahu xhallahu ala, për çdo gjë që veprojmë, për çdo pozitë që e kemi, për çdo detyrë që e kemi, për çdo rol që e kemi, në qoftë se do të jemi të bindur se jemi përgjegjës për këtë, dhe në bazë të kësaj përgjegjësie kemi me dhënë llogari nesër dikun, pavarësisht a i shpëtojmë llogaridhënien të kësaj bote apo jo, padyshim se do të jetë sjellja jonë keq më ndryshe, do të jetë sjellja jonë pak më mirë, madje shumë më mirë. Andaj na duhet që me të vërtetë ta kuptojmë më drejt Islamin, e në veçantë që ka të bëjë me moralin, që të pajisemi me këtë vlerë të lartë që na duhet si njerëz, e në veçantë si shoqëri ku po jetojmë,
llogaridhënia dhe përgjegjësia. Njeriu flet fjalë për dikën dhe absolutisht nuk ja vënon veshin, a dëmton, a lëndon, a mund të shkakton probleme, absolutisht. Kalon pa llogaridhënie. Akuzohet ndokush dhe kalon pa llogaridhënie. E kështu me radhë, mirët diçka, madje ndoshta edhe vidhet diçka, edhe bëjnë vepra të shumta, dhe realisht kalojnë pa llogaridhënie. Mirë po, kalimi pa llogaridhënie këtë dunja nuk nënkupton asesi se ka marrë fund llogaridhënia, absolutisht. Tek do të vijë ajo. Por njerëzit fatkeqësisht janë të hutuar përballë kësaj përgjegjësie dhe llogaridhënie që nesër ka më dhënë për Allah xhallahu ala. Do të thonë si besimtar duhet të jemi pranë kësaj përgjegjësie dhe duhet të funksionojmë në përputhje me këtë përgjegjësi, që nesër të jemi nga ata që Allahu xhallahu ala ka thënë yuhasabu fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ai që ja ka pas frikën Allahut dhe ai që ka qenë i bindur se Allahu duke e përcjell nesër tek Allahu do ta ketë llogaridhënien hisaban yasira, të lehtë, jo të rënd, jo ngarkues, absolutisht të lehtë, nga se ai në këtë dunja i ka nejt gati kësa llogaridhënie, dorsa ai tjetri Zoti na ruajt. Prandaj po e përmbylli këtë hutbë me një fjalë të madhe që e ka thënë Omeri radiallahu ta'ala anhu. Ky burr i madh dhe ky njeri i madh i Islamit, ky njeri i drejt, i cili të nderuar vëllezër, njerëzve ju drejtua një ditë dhe ju tha: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu fa inna al-yawma amal wa laysa hisab wa gadan hisabun wa laysa amal. Tha Omeri radiallahu ta'ala anhu, llogariteni veten e juaj sot para se të llogariteni nesër tek Allahu xhallahu ala. Matni mirë fjalët dhe veprat e juaja para se t'ju matën nesër tek Allahu xhallahu xhelalu, nga se sot ka vepër por mund të mos ketë llogari. Shikoj çfarë tha Omer në atë kohë, sot ka vepra, por mund të mos ketë llogari, ndërsa nesër gjithsesi ka llogari, por nuk ka mundësi me bë vepra mo. Nuk është e mundshme të përmirësohet. Andaj t'i rrim vetes gati në këtë dunja para se të na vijë momenti i vdekjes, që të jemi të gatshëm të ballafaqohemi me Zotin xhallahu ala dhe të kemi llogaridhënie të lehtë. Allah na përmirësoj gjendjen tonë. Allah na mëson që të jemi të pajisur me vlerat e moralit që na mëson feja jonë, ato që dalin nga mësimet e Allahut dhe udhëzimet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në bëft Allahu shembull për të tjerët dhe mundësof që çdo kush kudo qoftë, duke filluar nga kryefamiljari e deri te më i madhi i këtij veni, na mundësoft Allahu xhallahu ala që të jemi të pajisur me përgjegjësi, me ndershmëri dhe gjithmonë ta kemi parasysh se dikur dhe herdo kur do para dikujt kemi me dhon llogari. Inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.